Gjelas Feshla, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, edhe të pandehurit, Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalipi. Deklaruan që nuk ndjen fajtor. E një vetëm fajtor apo jo? Nuk e një vetëm. Po. Kanë kryer veprën penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm. Nëse kjo siç u kupton këto, është fideli natural e isë nga plasnicet. Pandehuri avokat, ndërsa mungon vetëm i pandehuri, Gjelas Feshla, i cili i ka dërguar gjykatës e madhe për të shënditur edhe një avjo bilet se qindet jashtë vendit. Që nga gjykata që të ketë konsiderat dhe në mirë kuptim në faktën se i mbrojturi im mban një detyrë me përgjegjësi të lartë si ministër në detyrë i punëve të brendshme dhe jo çdo herë mund të jetë prezent apo i gatshëm që ti përgjigjet ftesave nga gjykata. Për shkak se kjo procedurë është e varrit, gjykata i propozon palëve që seancat e vazhdoj kundër pandehurit prezent, ndërsa te veçohet ndaj pandehurit Gjelas Feshla. Nuk e kundërshtojmë propozimin e gjykatës për veçimin e procedurës. Ne do të marrë mendimin e gjitha palëve. Nuk e kundërshtojmë. Avokati Hasan Jashari, mbrojtësi i pandehurit Sali Zyba. Nuk e kundërshtojmë as në propozimin Nuk e kundërshtojmë. E kundërshtojmë. E kundërshtojmë. Po. S'pari që shumë ujë kena me të zvarë procesit për përpjekës për mundur, tash një arsye nuk është të vetëm sepse dhe akuzën në angazhon për të se gjithë në kësaj dhe parësit e njëtë. Në një kërkesë në një seancë fillestare e kam pas, që të disponojnë materiale, nuk i disponojnë, nëse ka qenë komunikimi me avokatin, me neve jo. Gjyshtar, se dhe një jo në këtë lindë të në marrën para me e ka se një avokat tjetër, kom me ndu, që avokatit tjetër ja sharon shkesat. Pasi që sot kuptum që nuk i ka gjitha shkesat, atëherë e njerin të vendimi se mos nuk dhe që procedurën. Atëherë avokati mbrojtësi pandehurit fitore Pacolli Lavdim Salihu, avokat. Kundërshtojmë gjyqtar që veçohet procedura për shkak se në kuptim të provave, shkresave të lëndës, provave, përshkrimit faktit të akuzës, nuk mund i cilësojmë si rastet të ndara se një ndarje sërishme e lëndës do rezultate në vështirësi të një mbrojtje efektive për pojë. Në vendim, ndaj pandehurit Gjelas Feshla do të veçohet dhe do të marrë numër të ri të rastit, pasi që edhe akuza është me kualifikimin që secili veç ka kryer veprën penale, prandaj nuk vazhdojë në ndarës, dhe për gjykatë nuk paraqet ndonjë problem. Avokata ka në nëzru dhe herë të akuzën apo jo? Po. Prokuria themelore në Prishtinë i akuzon të pandehurit Drita Millaku, Sali Zyba dhe fitore Pacolli Dalipi me të dhënat personale siç u konfirmua në këtë proces verbal, sepse me datën 21 mars 2018, rreth orës 12:10 deri në orën 15:40 në Prishtinë, saktësisht në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, fillimisht i pandehurit Gjelas Feshla, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe 2 herë tjera edhe më pastaj edhe të pandehurit Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalipi, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kanë përdorur armë, mjete plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë, ashtu që kanë ndezur disa bombola të gazit lëcjelës, të cilat i kishin hedhur brenda sallës së seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që e kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së Kuvendit, ku si rrjedhoi të gjithë deputetët ishin detyruar të lirojnë sallën e Kuvendit. Me këtë, secili veç e veç
kanë kryer veprën penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovë. Do të deklarohet apo jo? Do të mbrohen heshtin. Do të deklarohen, Duhet të sepse deklarohet. do të konsiderohet paraprakisht që ngrita që në mos komunikim të duhur në avokati me gjykata, konsideroj që është dhe mësdëshme për vëllje vetanake. Që është vetanake? Vetë, E një vetë fajtor apo jo? nuk e një vetëm. Deklarohen që nuk ndjen fajtor. Faleminderit shumë, organ. Pandej nuk e pranoj pajësit, sa vazhdon me fjalën kryerëse të palëve. Përmes provave materiale do të provohet përtej dyshimit të bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer veprën penale e cila ju vihet në barë. Dhe kjo do të vërtetohet nga videoincizimet e siguruara nga Kuvendi i Kosovës, si edhe ato të publikuara në media. Dhe tani po paraqesim fjalën hyrëse në emër dhe interes të akuzuar zonja Drita Milloku. Veprimet e saj kanë qenë politikisht të motivuara si pjesë e protestës parlamentare e jo për qëllime kriminale. Çdo veprim brenda Kuvendit të Republikës të Kosovës vlerësohet si shprehje politike, jo si vepër penale. Nuk ka asnjë provë materiale që tregon se Drita Milloku ka përdorur orë ose gaz glacial. Nuk ka asnjë provë që ndonjë person të ketë pësuar lëndim apo dëmtim fizik, psikologjik. E një për obligim moral dhe profesional, me qenë se prokurori përveç që kej pasakt, nga i moment kërë ndëgjova mënyrën se si referu vendimet të Kuvendit, duke qenë deputet të seancën Që se referuese. në të shkru? Fisiloj disa vendimet të Kuvendit të Kosovës apo? Ta, Po? të ditën kritike, Për ditën të referuar numrit të të vendimin, që unë nuk i kujtoj që kanë qenë në zbatim dhe implementim tonë, mirë po, Veç i rikujtaj për thua? jo nuk i kujtoj që kanë qenë disponim, Aha, nuk i kujtaj. Nuk i kujtaj, sa të vendimet disiplinore të Kuvendit të Kosovës kanë të pas të bëjmë me rastin tonë. mirë po, Qënë se shkru? Kësaj e apeloj të trupit gjykus që para se të vazhdojnë në tutje të marrë një konfirmim që prokurori prezent në fjalë ndoshta për shkak të afërsisë familjare që është potencialisht që kam informatën nga ky moment që të verifikohet kur reale që prokurori prezent Që të verifikoj se këto prokurori prezent të na deklaroj se të na jep dyshimet se i njëjti që nga i furnizuar dhe apo indikuar nga prindit që kanë mbajtur detyrën zyrtare në kohën që ka pas e një blindit. Që e një blindit. Ismet Krasniqi. Po, Ismet Krasniqi. Nëse kjo si që u kuptu këto, është i diri natural i Ismet Krasniqit, e konsideroj ma pakta që është konflikt interesi dhe jo profesionalizëm. Që konsideroj shumë jetike për procesin, që këtë prokuror, në këso të vama si pas me jetë të dyshimta, se të te kaluara në bilandën, të jetë i preashtuar të pakun kënë nga rastë. Për procesin nuk e kuptova mjaftueshëm. Por do më kërkoni preashtimin. Që shtash. S'po e verifikohet ashtë i njëjti dhe më pas mirë masat e nevojshme. Pra, kërkoj që të verifikohet se i njëjti është në vërtet djali i Sekretarit të atëhershëm që do duhet të shpërndalte vendimin tek nesi deputet. Pasi kemi një kërkesë për preashtim të prokurorit, në këtë procedurë, apo vetë prokurori ja dërgon për prokurorit edhe të shumë si më vërgën procedura, çdo hap si të zhvillojmë në tutin apo në shkelje, kështu që pasi kemi një kërkesë për preashtim të prokurorit, sa në të gjysar në vendim, sa në të ndërpritet,